Shoqata humanitare Bereqeti ka dhuruar sot set rroba dimrore për banorët e rezidencë të shtëpisë të moshuarve në Prishtinë dhe në Skënderaj. Projekti i Bereqetit në stinën e dimrit viziton qendrat e tilla, ku ka për qëllim të ndihmojë persona që kanë mbetur pa përkujdesje, si në shtëpinë të moshuarve, ashtu edhe në disa prej burgjeve të Kosovës. Përgjithësi i Bereqetit, Xheladin Fazliu, së bashku me kryetarin e komunës Përparim Rama, vizituan shtëpinë të moshuarve në kryeqytet. Me një bashkëpunim të mrekullueshëm edhe Bashkësinë Islame Kosovës edhe Prishtinës, normal me fokus Prishtinës, se Prishtina jemi të gjithë në Prishtinë në kryeqytet. Këto ndihma janë ndihma të mirëseardhura në këto kohë të ftofta sot, këto kohë të vështira. Jemi këto që t'ju tregon që jemi së bashku me juve dhe lut Zotin e gjithësisë që ju së pari ta keni shëndetin. Dhe me këta, me pranin tonë këto, do t'ju tregom juve se ju nuk jeni vetëm. Xheladin Fazliu prezantoi disa prej projekteve të përbashkëta të Bereqetit me komunën e Prishtinës, ku po ndihmojnë një numër të madh të familjeve në kryeqytet. Edhe dyqani social në ashtë karo me po një elektronik shtash fund, kena mbyllë si vit, ka qenë shumë i suksesshëm. Atje kena shtruar numrin, marrëveshjen e kena bërë për 50 familje, tash mbini që i familje kanë përfituar çdo muaj, pak ushqimore dhe higjienike që vini zgjedhën artikuj. Ato një ditë kena me të ftuar shoqë. Drejtoresha e Mirëqenies Sociale Adelina Sahiti çmoi lart bashkëpunimin me Bereqetin, ku përmes aksioneve të shumta po dalin në ndihmë familjeve me kushte të rënduara ekonomike. Na punime e falenderojmë njerëz zakonisht shumë Bereqetin që na u ka gjetë, ju veç me këtë pakon sot dimrore që do të për më shumë, ju vetëm me dyqanin social, por na gjatë tërë vitit kryetar, vetëm këtë vetë mbi 5.000 pako i kemi shpërndarë nga donacionet e Bereqetit për njerëzit në nevojë. Atëherë falenderojmë gjithsesi patjetër Bashkinë Islame dhe udhëheqësit e tyre, të cilët na kanë mbështetur dhe besoj që do të bashkëpunojmë edhe në të ardhmen. Gjatë ditës së sotme, Bereqeti ka dhuruar set rroba dhe pajisje të tjera dimrore edhe në komunën e Skënderajt.